Sot faqja Na ishte dikur sjell një histori interesante për gruan që kontribuoi në lindjen e Wi-Fi. Sot, kur hapim telefonin, lidhjem laptopin me Wi-Fi dhe komunikojmë me botën pas një tel, rrallë ndalemi të mendojmë, kush e bëri të mundur këtë? Përgjigja është e bukur, e pasakont dhe frymëzuese. Quhej Hedi Lamar. Ajo lindi në Vjenë, në një familje hebreje, në një kohë kur bota po bëhej gjithnjë më e errët. Që fëmijë tregonte një zgjuarsi të rrallë, i pëlqente të shpërbënte lodrat për të parë si funksiononin. Babai e merrte përshëtitje dhe i shpjegonte mekanizmat e trenave, motorëve, dritave, ndërsa nëna e saj e mësoi ta donte artin, teatrin, bukurinë. Hedi u rrit mes dy botëve, njëra ishte arti, tjetra ishte shkenca. Bukuria e saj ishte aq e jashtëzakonshme sa që shumë shpejt u bë aktore e famshme në Evropë. Por fama nuk i solli liri. U martua me një industrialist të fuqishëm i lidhur me regjimin nazist. Ai e mbante thuajse të burgosur, por ajo dëgjonte bisedat e tij për armët, teknologjinë, komunikimet sekrete. Edhe ajo memorizonte gjithçka. Një natë, Hedi mori guximin dhe u arratis. U largua nga një jetë luksi pa dashuri, pa liri, dhe mori rrugën drejt Amerikës. Në Hollywood, ajo u bë menjëherë yll. Gazetat e quajtën gruaja më e bukur në botë. Luante për krah aktorëve legjendar si Clark Gable, Spencer Tracy, James Stewart. Kamera e adhuronte, publiku e adhuronte. Por pas dritave të skenës, në qetësinë e shtëpisë së saj, Hedi bënte diçka tjetër. Ajo mendonte, vizatonte, llogariste, eksperimentonte. Gjatë luftës së dytë botërore, e shqetësuar për fatin e botës, ajo kërkonte një mënyrë për të ndihmuar. Së bashku me një kompozitor, George Antheil, zhvilloi një sistem revolucionar, një metodë për të koduar sinjalet e komunikimit në mënyrë që armiku të mos mund t'i ndërpriste. Një ide që sot njihet si frequency hopping, baza e teknologjive moderne si Wi-Fi, Bluetooth dhe GPS. Ata e patentuan shpikjen, por ushtria amerikane e hodhi poshtë, sepse askush nuk mund të besonte se një aktore e bukur mund të ishte edhe një mendje shkencore brillante. Vitet kaluan, teknologjia e saj u përdor më vonë, në heshtje, gjatë krizave të mëdha ushtarake. Dhe vetëm shumë më vonë bota filloi ta njohë kontributin e saj. Sot, çdo herë që lidhemi me Wi-Fi, pa e ditur, ne përdorim trashëgiminë e një gruaje që u nënvlerësua, u injorua, por nuk reshti kurrë së menduari dhe krijuari. Në Austri dhe Gjermani, ditëlindja e saj është shpallur Dita e Shpiksit, sepse Hedi Lamar nuk ishte vetëm një fytyrë e bukur, ajo ishte një mendje që i dha zë ajrit, një grua që i dha formë së ardhmes, një histori që duhej treguar. Për më shumë histori të tilla, ndiqni dhe abonohuni në kanalin ton Na ishte dikur.